Por diktaturat autoritare edhe totalitaret përmbyshen vetëm në një rrugë, me revolt popullore. Ata të cilët besojnë se mund ta përmbyshin diktaturën me votë, mashtrojnë vetën e tyre, apo mashtrohen. Në thjesht, se jemi të harrojmë çdo gjë, gjithçka. Por të vim me datën, po marr zgjedhjet e fundit, të vim me datën 8 maj të 2025-s. Narkodiktatori del dhe njofton se fala të gjitha gjobat dhe kamatat. A e dini ju sa ishin ato? Ato ishin 10 herë më shumë se që imagjinoja unë që kam qenë kryeministër. Jo ma ju. Unë, nga ndrojtja se po ju mashtroj, thash se këto ishin 200 milion euro. Ato ishin 2 miliard euro. Nga faturat që dolen më vonë. Ishin 2 miliard euro. Ato vetëm ato interesonin 200.000 familje. Nuk ka zgjedhje me diktatorët. Kur? Urdhoni. Nuk po numroj 10 faktorë të tjerë, po marr vetëm këte. Jo një populli me një elektorat 1.400.000 apo 500.000, po dhe një popull me elektorat 3 apo 4 milion votues